trupi i Ardit Beshirit vijon të jetë ende në inertet e kromit në zonën e qafburrelit në Mat, prej mesditës së të shtunës së 3 majit. Sot bëhen 6 ditë që kur Arditi humbi kontaktet me familjarët e tij dhe pësoi aksidentin e rënd, ku një rezervuar me ujë përtheu dhe stoku i materialeve të përpunuara të kromit e zuri poshtë bashkë me ekskavatorin e tij. Kërkimet kanë vijuar pa sukses për gjetjen e 29 vjeçarit, teksa shpresat për ta gjetur atë të gjallë janë zeruar. Deri më tani janë gjetur vetëm pjesë metalike të ekskavatorit, teksa kërkimet në ditët e para kanë qenë shumë të avashta dhe me mjete rrethanore. Një ditë më parë, grupi të kërkimit u bashkua dhe një ekip i forcave të sigurisë të Kosovës, teksa babai i Arditit, Nerin Beshiri, nuk e ka ndalur thirrjet ndaj institucioneve që të reagojnë dhe të dërgojnë pajisje të sofistikuara për kërkim me rreze nën tokë. Masivi i dheu të shembur shtrihet në një hapësirë disa kilometër përgjatë një lugine poshtë minjerës ku punonte Arditi, çka e bën më të vështirë lokalizimin dhe gjetjen e tij.